Krimet ekonomike patën goxha punë vitin që shkoi. Në teren u panë shpesh bashkë me njësitë e tjera policore e prokurorët që i autorizonin ata. Këta të fundit thonë se gjatë 2025-ës prej 384 rasteve arritën të zgjidhin 420 sosh. Bashkë me to suksesu tregua edhe në disa raste tjera si trafikimi apo krimi organizuar. Këto gjetje u prezentuan të hënën nga raporti vjetor përmes një konference. Gjatë vitit 2025 janë ngrirë apo sekuestruar 64 milion dhe 548.296.94 euro pasuri janë konfiskuar. Sipas Qalajt, gjykatat kanë vendosur për 2337 raste, nga të cilat 1930 janë vendime fajsuese, sikurse parashije nga aktet akuzuese të prokurorëve. Numri i lartë që edhe ai kallëzimeve penale, veç gjatë vitit që shkoi u regjistruan 45.295 të tilla, derisa ka ende që nuk janë zgjidhur. Ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura ose të trashëguara edhe 33.117 ose 44.02 lëndë penale. Departamentet e krimeve të rënda të prokurorive themelore kanë zgjidhur kallëzime penale 3.693 apo 2.46 kallëzime penale më shumë se sa kanë pranuar në punë. Ndërkohë konfirmua se në rastet e korrupsionit janë pranuar afro 2000 raste, teksa të zgjidhura mbeten 903 nga to.